në mes të primejit, ndërsa banorët ishin të gjithë të ulur dhe atmosfera dukej në pamje të pareqet, Fjolla u përfshi papritur në një përplasje të fortë me lavdrimin. Ajo u ngatërua gjatë fjalës së tij, sepse ajo që ai po e quante lavdërim për të, në sytë e saj ishte hipokrizi e pastër. Me zë që fillimisht dridhej nga nervat, Fjolla ndërhyri duke thënë se ishte e lodhur nga njerëzit që, siç u shpreh ajo, nga njëra anë të hedhin krahun në qafë, të buzëqeshin dhe të japin ndjesinë e mbështetjes, ndërsa nga ana tjetër hapin gropa pas shpine. Ajo foli për njerëz të këqij, për qëndrime të dyfishta dhe për fjalë që nuk përputhen me veprat. Sipas saj, loja ishte bërë e pisë dhe e padrejtë, dhe ajo nuk ishte më e gatshme ta pranonte këtë sjellje si diçka normale. Fjolla theksoi se gjithçka po ndodhte para kamerave, por se e vërteta ndjehej shumë më thellë se sa ajo që shfaqej në ekran. Në atë moment, lavdrimi reagoi. Me një ton të prerë, por të mbushur me irritim, ai u drejtua Fjollës duke i thënë se që nga dita që ajo kishte hyrë në shtëpi, ambienti kishte ndryshuar për keq. Ai tha hapur se shtëpia kishte hyrë në sherr për shkak të saj, se tensionet, konfliktet dhe përplasjet kishin marrë tjetër drejtim prej pranisë së saj. Fjalët e tij ranë rënd në studio dhe krijuan një heshtje të shkurtër, por të ngarkuar. Kjo ishte pika që e bëri Fjollën të shpërthente. Ajo u ngrit në këmbë në mes të primejit me një lëvizje të shpejtë dhe të vendosur, ndërsa zëri ju bë edhe më i fortë. Me sytë që i shkëlqenin nga nervat dhe zhgënjimi, ajo filloi të bërtiste, duke thënë se nuk pranonte të bëhej fajtore për çdo sherr dhe çdo konflikt. Ajo tha se nuk kishte hyrë në shtëpi për të shkatëruar askënd, por për të qenë vetvetja, dhe se nuk do të lejonte që dikush ta përdorte si justifikim për problemet e veta. Ndërkohë, të gjithë banorët e tjerë qëndronin të ulur, duke e ndjekur situatën në heshtje. Askush nuk ndërhyri. Disa shikonin nga poshtë. Disa shkëmbenin vështrime mes tyre.